Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte intervista saktë është me kryetarin e lëvizjes Besa në Maqedoni, zotriun Bilal Kasami. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Përshëndetje e veçantë jem sot në Prishtinë në emisionin tuaj. Faleminderit që pranuat edhe ftesën. Arsyeja e ftesës është pikërisht shkaku se në Maqedoni tash po afrohet koha e zgjedhjeve. Është caktuar data pas shumë negociatave e bisedimeve mes grupeve parlamentare për datën 11 dhjetor. A i keni filluar përgatitjet, është era parë sa e di që konkuroni në zgjedhje parlamentare? Të themi është fat i lëvizjes Besa që nga fillimi jon, apo që nga dalja jon në skenën politike, kemi qenë në një farë mënyrë në presionin e përgatitjeve për në zgjedhje. Deri tash, kjo është herë e tretë që caktohen zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni, dhe tani besojmë se është e treta dhe e vërteta dhe përfundimisht me 11 dhjetor do të mahen zgjedhje. Kjo na ka ndihmuar që ne si lëvizje Besa në vazhdimsi të punojmë në ngritje të strukturave tona, në prezantimin e ides platformës së lëvizjes Besa, që të përgatitemi për zgjedhje dhe kjo na ka ndihmuar që, shtyrja 2 herë e zgjedhjeve të parakoshme na ka ndihmuar që tani më ne të jemi të përgatitur që me 11 dhjetor të sfidojmë realisht dhe fuqishëm partinë shqiptare në pushtet dhe pas 11 dhjetorit lëvizja Besa të jetë pjesë e qeverisë apo pjesë e politikbërjes në qeverinë e Maqedonisë. Thatë se keni punuar gjatë kësaj kohe në terren, e keni shtirë strukturën tuaj, platformën tuaj, sa është kuptuar, sa është mirëpritur kjo nga qytetarët në Maqedoni? Vërtet që shqiptarët e Maqedonisë pas vitit 2001, pas konfliktit armatosur atje, pas paraqitjes së UÇK-s, kishin një shpresë të madhe se përfundimisht ne si shqiptarë atje do t'i kemi të drejtat tona, do t'jemi të barabartë me maqedonasit si në të drejta ashtu dhe në përgjithësi. Por ajo që ndodhi dhe ajo që pasoi pas kësaj kohe, vërtet që shqiptarët e Maqedonisë prurin në një situatë, një dëshpërimi të thellë dhe 15 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, pas ndërprerjes së konfliktit të 2001-shit, shqiptarët u gjendën në një situatë të një dëshpërimi të thellë dhe ajo e pruri që ne si lëvizje Besa apo rinia intelektuale, ashtu si duam ne t'i themi e shqiptarëve të Maqedonisë, mos rinë duar kryq, po t'i përvesh krahat dhe t'i futet punës apo t'i futet politikës. Ka pas gjatë kësaj periudhe shumë përpjekje iniciativa të reja për të themeluar parti, megjithatë nuk kanë rezultuar gjithashtu të suksesshme. Në fund, prap ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim, ai i cili ka dominuar në skenën politike në Maqedoni. Prej nga ju e keni garancën se do t'jeni më të suksesshëm se sa partitë të tjera që kanë bërë përpjekje të ngjashme në të kaluarën? E vërtet që ka pasur në vazhdimsi iniciativa që të demaskohet politika anti-shqiptare e Bashkimit Demokratik për Integrim, por ka qenë edhe një realitet tjetër që... Anti-shqiptare, thatë, nuk është ky pak term i rënd për Bashkimin Demokratik? Po këtë më së miri e din shqiptarët e Maqedonisë se sot, 15 vite pas luftës së 2001-shit, pas vrasjes së shumë bive dhe bijave më të mirë të shqiptarëve të Maqedonisë, pas luftës, sipas statistikave të cilat i kemi ne sot, më shumë shqiptarë të rinj apo edhe ushtarë, komandantë janë vrarë pas 2001-shit, ku në të shumtën e rasteve ka dorë elita politike e Bashkimit Demokratik për Integrim, sesa që janë vrarë gjatë konfliktit të 2001-shit. Pretendoni se ata shqiptarë të cilët janë vrarë në rrethana të ndryshme dhe që është raportuar, kanë qenë vrasje politike këto? Po, në të shumtën e rasteve ka indikacione shumë serioze se këta njerëz janë vrarë dhe prapavia ka qenë politike, sepse në të shumtën e rasteve këta njerëz kanë qenë ata të cilët kanë qenë kundërshtarët më të mëdhej të disa funksionarëve të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe këta të fundit i kanë pasur si një pengesë për realizimin e interesave të tyre, për realizimin e interesave të tyre korruptive dhe të keqpërdorimit të posteve, pozicioneve, kështu që relacioni drejt për drejt i kritikave të tyre dhe pasojat të cilat kanë ndodhur pastaj në të shumtën e rasteve me burgosje, vrasje, eliminime kështu me radhë, na jep shumë të drejtë të besojmë se pas këtyre vrasjeve, pas gjithë këtyre veprimeve anti-shqiptare qëndron një dorë e zezë e cila... Besim edhe pak të kjo temë, si lëvizje Besa, keni ndërmarrë ndonjë iniciativë që të zbardhen këto raste dhe a premtoni se nëse
do të fitoni votbesimin në një të ardhmen në qeveri, do të kërkoni që të zbardhen, do të ndriçohen deri në fund këto raste? Patjetër që një ndër pikat kyçe të platformës Lëvizjes Besa apo ridefinimit ashtu siç e quajmë ne, është edhe që shteti i Maqedonisë një herë për gjithmonë të pastrojë me të kaluarën e dyshimt, një të kaluar ku kryesisht kanë qenë shqiptarët, ata ndaj të cilëve janë përgatitur, janë konstruar raste të ndryshme dhe ne duam që një herë për gjithmonë Maqedonia duhet të shiqojë nga ardhmja, një ardhme e cila i sheh shqiptarët faktor të rëndësishëm për shtetëndërtimin e Maqedonisë dhe kjo patjetër që për të ndodhur kjo duhet që gjithë këto raste të montuara, raste të cilat janë përgatitur nga kuzhinat të ndryshme të institucioneve të shtetit të Maqedonisë të pastrohen herë për gjithmonë dhe Maqedonia të kërkojë, në bile në disa raste kemi kërkuar që Maqedonia në një farë mënyrë duhet të kërkojë falje për gjithë këtë diskriminim dhe për gjithë këto themi. Pse të kërkojë falje? Shkaku se shqiptarët e Maqedonisë janë shqiptarët i kanë pasur përfaqësues të tyre në institucione. Shqiptarët e Maqedonisë vërtet që i kanë pasur përfaqësuesit e tyre në këto institucione dhe ne jo të gjithë fajin ju hedhim përfaqësuesve Maqedonas, këtu një faj dhe një pjesë të madhe të rëndësishme të fajit patjetër që e kanë përfaqësuesit tonë, por ajo që është me rëndësi të theksojmë se Maqedonia si një shtet apo populli Maqedonas duhet ta kuptojnë që në Maqedoni më janë shqiptarët një popull relevant. Këtu nuk flasim për qytetar apo për një komunitet të paorganizuar, përkundrazi, shqiptarët më pas asaj që sot i kemi 2 universitete, kemi shqiptarë të edukuar gjithandej në përqendrat europiane dhe amerikane, nuk pranojnë që të jenë të diskriminuar, o do të jenë të barabartë me maqedonasit në të gjithë të drejtat dhe në gjithë institucionet e këtij shteti, ose Maqedonisë do t'i ndodh ajo që i ka ndodhur në të kaluarën çdo 10 apo 15 vite një konflikt i armatosur apo të vinë në pikpyetje edhe vetë shteti. Prandaj ne vlerësojmë se mund të ketë në këto rrethana mund të ketë hapësirë për një konflikt të armatosur. Mes dy etnive më të mëdha. Situata si vjen në Maqedoni, domethënë kur shqiptarët janë një popull i konsiderueshëm, po të ketë një regjistrim që edhe kjo po i ndodh Maqedonisë, po të ketë një regjistrim real të qytetarëve të Maqedonisë, do të del se shqiptarët janë shumë afër si popull me popullin Maqedonas. Dhe nëse ketë dy popull me numër, domethënë në aspektin demografik të përafërt dhe në anën tjetër nëse ke shqiptarët që janë në një rritje permanente të po edhe të aspektit demografik, po edhe të aspektit të ngritjes kualitative, domethënë arsimit, edhe në çdo aspekt shqiptarët më janë të aftë që t'i realizojnë të drejtat e tyre si komp i barabartë me kombin Maqedonas. Në këto rrethana nuk më përgjigjet nëse ekziston rreziku të ketë konflikt nëse shqiptarët nuk janë përfaqësuar ashtu siç duan institucionet në vendimarrje. Ne vlerësojmë se si Lëvizje Besa duhet, prandaj e kemi ofruar ridefinimin apo kërkesën tonë që Maqedonia të ridefinohet si shtet, sepse ne vlerësojmë se populli Maqedonas duhet ta ketë të qartë një herë për gjithmonë që o do të ulemi të bisedojmë bashkarisht shqiptarët dhe maqedonasit si dy popull më të mëdhej që bëjnë dominant popullsinë e Maqedonisë dhe të bisedojmë për të ardhmen e këtij shteti, ose nëse edhe më tutje kjo kërkesë e shqiptarëve të Maqedonisë do të hasë në vesh të shurdhër nga pala maqedonase, patjetër që do të vi momenti se shqiptarët më nuk janë në pozitë që të pranojnë këtë diskriminim. Nëse këtë që ofron Lëvizja Besa nuk realizohet, më thonë brenda 4 viteve të ardhshme që ne e kemi si ofertë politike, patjetër që do të vi një gjenerate re themi politikanësh apo intelektualësh apo bartës të proceseve shoqërore në Maqedoni, të cilët do të kërkojnë edhe alternativa tjera. Prandaj ne vlerësojmë se oferta e Lëvizjes Besa për alternativë tjetër mund të jetë në pyetje. Po mund të vi prap situata e 2001-shit, domethënë nuk e themi anashkalojmë atë situatë nëse nuk zgjidhen problemet e Maqedonisë me një marrëveshje politike. Nuk i pranon kushtet e Lëvizjes Besa. Nuk e shoh se problemi qëndron edhe gjithaq te pala maqedonase, gjithmonë domethënë në situata të tilla ka dy palë, edhe në këtë rast fatkeqësisht edhe pala shqiptare nuk e ka kryer
detyrën ashtu siç duhet. Fatkeqësisht edhe përfaqësuesit shqiptar në pushtet në vend që të merren me realizimin e të drejtave shekullore të shqiptarëve të Maqedonisë, ata më së shumti janë marrë me pasurimin e tyre personal, me keqpërdorim të pozitës në emër të çështjes kombëtare, në emër të realizimit të drejtave tona si shqiptar atje, dhe ne sot kemi një elitë politike të shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët kanë hyrë, unë e kam përmendur në disa raste, kanë hyrë në pushtet si të varfër dhe sot janë milioner. Dhe në këto situata kur shqiptarët e Maqedonisë diskriminohen çdo ditë, faji nuk është vetëm i palës maqedonase, por është edhe i funksionarëve shqiptarë. Prandaj ne si Lëvizje Besa mendojmë se nëse ne si shqiptar, nëse politika apo politikanët shqiptar e kryejnë punën e tyre ashtu siç duhet, me nder, me profesionalizëm dhe të përkushtuar maksimalisht që shqiptarët... Mirë, kjo është diçka morale, që ka ose nuk e ka politikani për cilën një përgjegjësi para popullit edhe ndëshkohet ose shpërblet me votë. Mirë, po konkretisht me cilat projekte ju mendoni që ka stagnuar shqiptarët e Maqedonisë dhe do duhet të realizoheshin, sidomos në zonat ku me shumicja të koncentruar shqiptarët në komunat shqiptarët, themi kushtimisht. Po patjetër, dimensioni kryesor për cilin ne angazhohemi është zhvillimi ekonomik i zonave shqiptare. Ajo që është me rëndësi të përmendet se edhe përkundër faktit që në Maqedoni me kushtetut është rregulluar që 1% e prodhimit, bruto prodhimit vendor të shkoj për një zhvillim të baraspeshuar rajonal, në asnjë moment dhe asnjëherë nuk është realizuar kjo. Sipas raporteve tona, sipas analizave tona, jo më shumë se 2% në nivel vjetor është realizuar, domethënë, kjo normë kushtetuese. Ne do të insistojmë deri në fund që kjo të realizohet dhe një zhvillim të barabartë të gjithë rajoneve të Maqedonisë. Gjithashtu ajo që proklamohet... Cili rajon ka mbet me i pa zhvilluar në këtë aspekt? Është prekur më shumë nga kjo ndarje jo proporcionale buxhetit ose nga ky diskriminim buxhetor? Po sipas analizave tona, studimeve tona, që është edhe pjesë e platformës ofertës tonë ekonomike, del se rajonet të cilat janë të banuara kryesisht me shqiptar, rajoni Maqedonisë Veri Perëndimore, janë rajonet të cilat në bazë të indikatorëve ekonomik për matje të zhvillimit të barabartë rajonal dalin se janë rajonet më pak të zhvilluara dhe rajone të cilat shteti më pak ka investuar në infrastrukturë dhe në projekte të tjera shoqërore. Dhe kjo po, dhe nëse këtë e krahasojmë edhe me shtrirjen e popullsisë, po del se pjesa në të cilën më shumti jetojnë banorët e Maqedonisë, pjesa Veri Perëndimore është më pak e zhvilluar. Pjesa lindore dhe jugore ku janë të koncentruar më shumë komuniteti Maqedonas, atje më shumë bajnë investime infrastrukturore si në shëndetësi, në kulturë, në arsim, kështu me radhë, dhe kjo e bie që shqiptarët e Maqedonisë të jenë të diskriminuar në aspektin ekonomik. Prandaj ne vlerësojmë se fillimisht ne si Lëvizje Besa do të angazhohemi që shqiptarëve të Maqedonisë, po edhe qytetarëve tjerë të këtij vendi, t'ju garantojmë një mirëqenie, një jetë më të mirë ekonomike, një zhvillim ekonomik i cili do të arrisë mirëqenien e qytetarëve, sepse Maqedonia sot është në një situatë ku çdo ditë largohen rinia e këtij vendi, sipas një raporti të fundit të vetë entit të statistikës, edhe pse ata mundohen t'i fshehin të dhënat, po del se për 4 vite në Maqedoni diku te 20.000 nxënës ka më pak, domethënë Maqedonia, nëse bëjmë një raport 2010-2016, po del se Maqedonia ka 20.000 nxënës dhe këto nxënës janë larguar nga Maqedonia, më pak nxënës dhe këta kanë shkuar në shtetet e Europës. Maqedonia, edhe kjo sipas statistikave zyrtare, del se ka gati gjysmë milion të popullsisë të larguar dhe të ikur në Evropë dhe gjetju duke kërkuar një jetë më të mirë. Prandaj ne vlerësojmë se aspekti ekonomik, zhvillimi ekonomik dhe krijimi një mirëqenie më të mirë për qytetarët do të krijojë një mundësi që ashtu siç e kemi vlerësuar ne në mandatin e parë 4 vjeçar të ndalim këtë trend të largimit të rinisë që është pjesa më vitale e një populli, që pastaj me projektet tona investuese, veçanërisht në pjesën e shqiptarëve ku janë të koncentruar, ku jetojnë shqiptarët, të bëjmë investimet, të krijojmë kushte më të mira ekonomike për jetesë që të vinë, të rikthehen mërgjimtarët tanë të investojnë. Për këto projekte ju bjen të flisni edhe me homolog, edhe Maqedonas, jo vetëm shqiptar.
gjatë takimeve si kryetari Lëvizjes Besa, po më interesant të di komunikimin e bëni në gjuhën Shqipa apo në gjuhën Maqedonase? A ka Maqedonas që e din gjuhën Shqipa? Është gjuha Shqipe gjuhë zyrtare apo si qëndrojnë punë? Është një element gjithashtu i rëndësishëm i identitetit të një populli. A flisni me ta Shqip apo Maqedonisht apo ndonjë gjuhë tjetër? Më thonë, është një fshet publike që komunikimi me palën Maqedonase bëhet në gjuhën Maqedone. Pse ata nuk din Shqip? Po kjo është ajo të cilën ne duam dhe për të cilën ne jemi në skenën politike, që të bëjmë një realitet ku komunikimi jo detyrimisht mes komunitetit shqiptar apo mes një shqiptari dhe një maqedonasi të bëhet në gjuhën maqedonase. Pse mos bëhet edhe në gjuhën shqipe, por kjo situatë në cilën ne jemi është një situatë e cila ka ardhur si rezultat i atij diskriminimi, më thonë, permanent që ju bëhet shqiptarëve edhe në të kaluarën komuniste, por fatkeqësisht edhe në 25 vite të tranzicionit. Prandaj ne vlerësojmë se që të vijë ajo situatë të cilën e dëshirojmë të gjithë ne, që edhe në komunikimin me maqedonasit të flasim në gjuhën shqipe, pse jo, duhet një investim i përbashkët i shqiptarëve dhe i maqedonasve, elitave intelektuale edhe politike, që të bjen situatën që edhe maqedonasit të ndjejnë si vlerë shtesë të mësuarin e gjuhës shqipe, sepse me të nuk do të komunikojnë vetëm me shqiptarët e Maqedonisë, po me këtë do të mund të jenë në situatë që të jenë më të hapur edhe për Shqipërinë edhe për Kosovën, sepse fundja kjo është edhe pjesë e platformës tonë politike dhe pjesë e asaj të cilën ne duam që Maqedonia ta ketë si orientim. Për ne nuk është edhe aq. Zoti Ahmeti vazhdimisht pretendonte se nuk e njeh gjuhën maqedonase, se komunikon shqip. Kjo është dallimi të cilën ne duam që ofrojmë shqiptarëve të Maqedonisë. Unë nuk e kam fshehur në asnjë moment se komunikoj në gjuhën maqedonase, përkundrazi, ky diskriminim të cilin ju është bërë shqiptarëve të Maqedonisë e ka pru që unë të gjithë shkollimin tim profesional ta kryej në gjuhën maqedonase dhe sot të kem mundësi që edhe të komunikoj në gjuhën maqedonase dhe nuk e kam problem komunikimin në gjuhën maqedonase, por ajo të cilën unë dua që fëmiu im dhe fëmijët tonë në të ardhmen në Maqedoni të kenë mundësi që të edukohen në gjuhën shqipe, të kenë një arsim cilësor në gjuhën shqipe, pse jo edhe maqedonasit ashtu siç fëmiu im e mëson gjuhën maqedone. Se ju dhe publikisht e pranoni që njëni gjuhën maqedonase derisa të krijon para kushtet që pala maqedonase të njeh edhe gjuhën e etnitetit, një prej etniteteve më të mëdha bashkëformuese të shtetit Maqedonisë, ashtu siç pretendoni të jetë, e jo si zoti Ahmeti që thotë nuk e di, por dëgjoj duke folur maqedonisht. Këto është dallimi që përmenda unë nuk e kam problem edhe publikisht të komunikoj me përfaqësues të komunitetit Maqedonas në gjuhën maqedone, sepse unë nuk pretendoj që kam ëndra të cilat nuk mund t'i shfaq. Unë të gjithë atë përcaktimin tim politik e kam shumë transparent, shumë të hapur, edhe në këtë drejtim unë vlerësoj se politikat e dyfishta, duke publikuar para shqiptarëve një dëshirë të madhe, dëshirë e cila është dëshirë e gjithë shqiptarëve që në Maqedoni edhe gjuha shqipe të jetë zyrtare, që shqiptarët e Maqedonisë t'i kenë të drejtat kombëtare të barabarta në çdo nivel me komunitetin e Maqedonas dhe në anën tjetër në komunikim themi me të fsheta, apo në komunikim pas kamerave me partnerët Maqedonas apo me përfaqësues të komunitetit Maqedonas të flas gjuhën të cilën ata e kuptojnë dhe të flas gjuhën me të cilën unë do të mund më lehtë të merrem vesh për çështje private apo edhe për keshpërdorime të pozitave. Për shkak se koha është shumë e limituar dhe dëshirojmë të prekim disa tema, më duhet të ndërhyj dhe të pyes si mund të një shtet të ketë atë luks, derisa flitet edhe për rënje të zhvillimit ekonomik, të mungesë të perspektivës që është evidentuar në raportet të ndryshme, që të ndërtoj 500 milion euro përmendore dhe prap shtetet të hyjë në kredi dhe gjithashtu të planifikohet vendosja përmendoreve të tjera. Sa është kjo në rregull? Po kjo është një element shumë i rëndësishëm i vetëdijes së elitave politike në Maqedoni për shtetëndërtimin apo për të ardhmen në një vendi edhe të qytetarëve të atij vendi. Në kohë të një krize permanente ekonomike në të cilën gjendet Maqedonia për një periudhë 10 vjeçare sa është në skenën politike apo sa e qeverisë Maqedonin, kjo elitë politike, borxhi publik i Maqedonisë është rritur për më shumë se 3 miliard euro, që do të thotë se Maqedonia në vitin 2006 ka pasur jo më shumë se 1.6 miliard euro borxh publik dhe sot ai borxh publik i arrin shifrat edhe diku te 5 miliard euro. Dhe kjo siguroni rritjen ekonomike apo një jetë të mirëqenë për shqiptarët, edhe nëse do të ishit në
qeveri me gjithë këtë borë që do duhet qeveria me ose pa besën ta loj karshia atyre që detyrohet. Nëse ka gjetur mundësi një qeveri e tillë e korruptuar për nevoja të tyre të kesh përdorimit të pozitës që të menaxhoj në këtë mënyrë me financat publike, ne jemi shumë të bindur se me profesionistë të cilët i posedon lëvizja Besa, të cilët ne i trajnojmë çdo ditë e më shumë, domethënë për trajnime të vazhdueshme, ne jemi të bindur se do të jemi ata të cilët më së miri do të menaxhojmë me financat publike të Maqedonisë, menaxhim i cili do të sjellë zvoglimin DPM-n ta zon, nëse ajo është fituese e zgjedhjeve që s'bën më të vazhdohet projekti përmendor. Ne mjafton që të ofrojmë në pushtet funksionar të cilët nuk do të jenë të korruptueshëm. Pra nuk e përjashtoni mundësinë që do të keni koalicion me VMRO DPM-n. Ne në asnjë moment nuk e kemi paragjikuar se kush do të jetë preferenca e maqedonasve në zgjedhjet e radhës. Ato të cilën ne kemi thënë në disa raste edhe publikisht ka qenë ajo që para se të pastrohet përmes prokurorisë speciale dhe procedurave të hapura nga prokuroria speciale publike të gjithë dilemat korruptive të funksionarëve të lartë të kësaj partie në pushtet, ne nuk jemi të gatshëm të bisedojmë për çfarë do lloj bashkëqeverisje apo për çfarë do lloj ridefinimi të këtij shteti. Nëse pastrohet edhe kryetari i VMRO DPM-s është duke u hetuar për keqpërdorimin e Ne vlerësojmë se nëse edhe ky del i pastër nga ky proces gjithësor në të cilën është hapur, janë disa proceset janë hapur kundër këtij edhe funksionarëve tjerë të lartë të VMRO DPM-s si pjesë e pushtetit në të cilin kanë qenë, ne vlerësojmë se që nga ai moment kur do të përmbyllet, më thonë, e gjithë kjo histori e keqpërdorimeve të posteve publike të këtyre funksionarëve të lartë, ne do të ishim të gatshëm të ulemi të bisedojmë për të ardhmen e Maqedonisë edhe me gjithësore. Megjithatë, zoti Kasami zgjasin, marrin kohë sepse nevojiten prova, hetime, seanca të cilat e kanë kohën e vet, ndërsa zgjedhjet po afrojnë. Dhe pas datës 11 dhjetor ne do të kemi megjithatë një rezultat. Në këto rrethana Besa do të pranonte, po që se zgjedhja e maqedonasve do të ishte VMRO DPM, do të pranonte Besa një koalicionim me VMRO DPM, pa u sqaruar këto dilema? Pa u sqaruar këto dilema, ne nuk do të jemi të gatshëm të ulemi të bisedojmë ashtu siç ka ndodhur fatkeqësisht dhe që e vlerësojmë se është një dështim dhe është një çështje shumë problematike e Partisë Shqiptare në pushtet, të ulemi dhe të bisedojmë për qeverinë e ardhshme me Mjallkovin, me Gruevskin edhe të tjerë, të cilët janë fajtorët kryesorë që Maqedonia është në një situatë të tillë, që shqiptarët e Maqedonisë janë në një situatë të tillë, të një diskriminimi ekstrem në të cilin gjendemi. Prandaj ne vlerësojmë se edhe në të mirë të tyre është që Prokuroria Speciale Publike ta kryejë punën e vet, të dalë me rezultate finale se kush është fajtor dhe për çfarë është fajtor, që pastaj ne të mundemi cili do të qoftë të jetë zgjedhja e palës maqedonase, apo cila partia, apo cili opcion politik në të ulemi dhe të bisedojmë për të ardhmen e shtetit. Nëse këta eksponent politik janë në skenën politike, pa u sqaruar, pa u përmbjellur me sukses misioni i Prokurorisë Speciale Publike, ne nuk do të jemi të gatshëm të ulemi të bisedojmë. Besa në këto zgjedhje hyn me RDK-n në koalicion apo? Është një temë vërtet interesante për diskutim. Ne që në fillim tonin paraqitjes skenën politike, paralel kemi pasur edhe presionin e opinionit që të ulemi të bisedojmë edhe me subjekte tjera politike që me një bashkëpunim të tillë të mundshëm të mundim më lehtë të largojmë nga skena politike këtë të keqe me të cilën ballafaqohen shqiptarët e Maqedonisë. Dhe në vazhdimsi kemi pasur kontakte me gjithë subjektet opozitare shqiptarë të cilët ishin dhe në ndërkohë kanë dalë në skenën politike. Por atë të cilën ne kemi thënë vazhdimisht dhe kemi thënë publikisht se për koalicione parazgjedhore do të flasim që nga momenti kur do të jetë e ditur dhe kur do të shpallen zgjedhjet. Tash keni koalicion me RDK-n apo jo? Po, domethënë nga momenti kur u shpallën zgjedhjet e 11 dhjetorit, ne si lëvizje Besa, nga ai aspekt deklarativ kaluam në një aktivitet konkret. Me vendim të Këshillit Qendror u themelu një komision për bisedë dhe bashkëbisedë me
subjektet tjera, me gjithë subjektet tjera opozitare, dhe që nga i moment komisioni ka bërë një punë intenzive, ka komuniku të gjithë subjektet opozitare, dhe jemi tani në një fazë ku me RDK-n është përmbyllur edhe formalisht bashkëpunimi, marrëveshja e bashkëpunimit që të jemi bashkërisht në zgjedhje, e cila do të duhet konform statutit të kaloj edhe në kuvendin e Këshillin Qendror të Lëvizjes BES, edhe në kuvendin e RDK-s, dhe shpresojmë që javën e ardhshme edhe do të nënshkruhet si marrëveshje edhe para opinionit, do të thonë do të solemnizohet. Por kjo parti de facto ka disa probleme për brenda saj, sepse është një RDK tjetër, e cila ka koalicion me një parti tjetër shqiptare, dhe është kjo RDK me një kryetar tjetër që bën marrëveshje me BES-ën. Ne vlerësojmë se ka një RDK, dhe ajo RDK është RDK me kryetar Fadil Zendelin. RDK-ja tjetër cilën ndoshta ju aludoni është një kryetar i cili duke i shfrytzuar sistemin gjithësor me të cilin është Maqedonia, sistem gjithësor i cili ka diskriminuar shqiptarët më thonë me dekadat të tëra, ja dha vullën aty dhe nuk ka më shumë se një vullë dhe një kryetar. Dhe në anën tjetër është RDK-ja me gjithë strukturat e saj. Ai që i ka vullat është legjitim. Për ne më me rëndësi është RDK-ja si mision, si koncept dhe si strukturë, se sa një vullë, sepse për ne më pak është e rëndësishme vulla, se sa një bashkëpunim për daljen në zgjedhje, që bashkërisht i bashkojmë forcat dhe ta largojmë këtë keqje e cila sot është në pushtet. Për ne është më me rëndësi votuesi i RDK-s se sa vulla e RDK-s. Do thotë ju konsideroni se personi që kontrollon një pjesë tjetër apo vullën e RDK-s, siç u shprehet ju, nuk ka ndikim te elektorati i RDK-s dhe si i tillë mund të vazhdojë rrugën. Këtë e kanë konfirmuar edhe kontaktet tona intenzive me strukturat tona, të cilat gjithmonë dhe në vazhdimsi na kanë dhënë sinjale se bashkëpunimi real me RDK-n vazhdon të jetë, më thonë, edhe në nivele vendore dhe komunale, po të gjithmonë, do më thonë, kanë qenë ajo, do më thonë, rrim e RDK-s, të cilat kanë qenë të kaqëm. Kundër atij personi tjetër? Jo, edhe këtu duhet të sqaroj për opinionin se në asnjë moment ne si Lëvizje Besa nuk kemi pasur asnjë kundërshtim me personin e fjalë, përkundrazi ai gjithmonë që nga fillimi që e mori pozitën e kryetarit të kësaj partie politike, e hapte derën njëherë, hapte derën njëherë, mbillte derën njëherë, humbte çelësin e kështu me radhë. Përkundrazi ne në asnjë moment nuk kemi deklaruar se jemi kundër bashkëpunimit me cilin do subjekt politik, opozitar, shqiptar, jashtë parlamentar. Do shta shkaku sa e më tepër gjeti gjuhë komunikimi me zotin Zjadin Sela, kryetarin e LRPDSH-s. Janë shumë çështje të cilat ndoshta në një të ardhmen të afërt do të sqarohen për opinionin. Se a ka qenë çështja e gjuhës së përbashkët, apo ka qenë çështja se dikush mund të ketë qenë i kapur nga dikund, mund të ketë qenë nën hipotekë dikund, mund të ketë qenë i shantazhuar nga dikush, por sidoqoftë ne e kemi thënë botërisht edhe po vazhdojmë që të themi se nëse vërtet subjektet politike të shqiptarëve të Maqedonisë janë të interesuara që bashkarisht të largojnë të keqen e quajtur BDI-t, cila është këto vitet e fundit në pushtet, atëherë do të vi momenti që do të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe do të ulen bashkarisht dhe do të ketë mundësi që të dalin në zgjedhje bashkarisht. Si qëndrojnë kontaktet në këtë kohë dhe pasi që ka mbetur edhe një kohë shkurtër, a shihet në horizont një mundësi e bashkimit forcave politike para se të prezentoheni me lista zgjedhore apo ku janë? Parasysh që nga fillimi kemi pasur dallime konceptuale për mënyrën e bashkëpunimit dhe metodologjinë e bashkëpunimit, ne edhe më tutje kemi kontakte, nuk kemi dashur që të ndërpresim urat e komunikimit edhe me LRPDSH-n. Ne edhe, do të thonë, komisionin e fjalë e ngarkuam që të komunikoj me gjithë subjektet politike që nënkupton edhe me LRPDSH-n, edhe përkundër ftesës publike deklarative e cila po bëhet vetëm karshi opinionit dhe për të pasur ndikim publik dhe në asnjë mënyrë nuk bëhet për të pasur një bashkëpunim real, ne jemi qasur kësaj pune seriozisht dhe Komisioni për bashkëpunim me subjekte tjera politike ka kontaktuar, është takuar edhe me përfaqësues të lartë të LRPDSH-s, ju a kemi ofruar platformën tonë dhe presim reflektimin e tyre që mos jemi vetëm
të interesuar për bashkëpunim në deklarata publike, në studio të televizioneve të ndryshme, po përkundrazi të ulemi, sepse... Të bashkojni për platforme, jo për emra dhe për deklarata. Po, ajo të cilën e... Sa i keni të ngjashme ju platformat me këtë parti? Pa, të është lartë poshtë... Bashkëpunimi, bashkimi nuk kuptohet mirë, po nëse janë diametralisht kundërta këto platforma... Vlerësoj se problemet kardinale të shqiptarëve të Maqedonisë, siç është diskriminimi në gjithë sferat e shoqërisë, siç është çështja e gjuhës, e identitetit kombëtar dhe të drejtave të cilat na takojnë si popull në Maqedoni, besoj se lartë poshtë mund të gjendet një gjuhë e përbashkët me gjithë subjektet politike të cilat pretendojnë se e kanë këtë mision dhe këtë vizion. Por, nëse ka diçka në prapaskena, atëherë është diçka tjetër. Prandaj, vlerësoj se mund të gjendet një gjuhë e përbashkët edhe me LRPDSH-n, sepse ne nuk e kemi atë luksin si shqiptarë në Maqedoni që të dallojmë për ideologji të ndryshme të djathta apo Jemi fare në fund, dua të ndalem në dy tema, më ka bërë përshtypje një prej protestave më të mëdha që është mbajtur në muajin maj kundër këtij pushteti. Sidomos në veçanti kanë qenë theks ngjarjet në Kumanov, më pas është zënë si arsye dhe dita e Evropës për bllokimin e rrugës së Maqedonisë me këta politikan. Aty ishte bashkëorganizator edhe BESA në një protestë organizuar nga Këshilli Opozitar, pat një dyndje të popullatës, nuk e di me shifra se sa, janë përfol shifra deri në mbi 30.000 shqiptar dolën të protestojnë kundër këtij pushteti. Sa mendoni se është matës indikator i pakënaqësisë së shqiptarëve kjo dhe se si mund ta kanalizoni këtë në përkrahje për BESA-n? Vërtet që protesta e 9 majit ishte një sukses shumë i madh i Këshillit Opozitar, për cilin e përgëzojmë edhe përkundër faktit që pat kundërshime të ndryshme nga politikanë të ndryshëm të cilët kishin pretendime edhe personale, dhe vërtet që si rezultati Këshillit Opozitar dhe përkrahjes së lëvizjes BESA dhe të gjithë të tjerëve të cilët ishin pjesë e Këshillit Opozitar, për herë të parë një parti shqiptare në pushtet para qeverisë i dalin mbi 30.000 protestues shqiptar, dhe të cilët flasin me një zënë se kjo është fundi dhe më nuk do të tolerojmë që të diskriminohemi nga një dyshe shqiptaro-Maqedonas apo nga një parti Maqedonave shqiptare. Kjo të përkthehet në përkrahje dhe politike për të ndryshuar strukturën aktuale. Patjetër që modeli i organizimit të protestës së 9 majit, nëse arrim dhe ne punojmë intensivisht në këtë drejtim që të arrim këtë model të bashkimit të gjithë faktorëve të cilët janë të interesuar që bashkërisht të largojmë këtë keqje, qofshin ato faktor politik të shoqërisë civile kështu me radhë, mund që ta rikthejmë shpresën te shqiptari se të votojë për një opsion i cili jo që do të jetë vetëm opsion i drejtë, do të jetë opsion i mirë, po dhe do të jetë opsion fitues. Prandaj mendoni se opsion është çdo opsion tjetër por pas që të votohet BDI-a. Po, do të thonë kjo ka qenë oferta jonë politike, sepse është krijuar një famë, ti themi, e rrënjshme në Maqedonit në të cilën investon me të madhe BDI, se kjo parti mund të mundet vetëm me një opozitë të bashkuar. Ne kemi thënë publikisht dhe botërisht, ne si lëvizje BESA kemi dalë në skenën politike që edhe vetë këtë keqje ta largojmë nga skena politike, por kjo nuk do të thotë se ne do të jemi individualistë, do të jemi bajraktar, ti themi, të çështjes shqiptare Maqedoni, ne jemi të gatshëm që t'ia shtrojmë dorën e bashkëpunimit çdo subjekti, çdo faktori të rëndësishëm të shqiptarëve të Maqedonisë që bashkarisht më lehtë dhe më shpejt ta largojmë këtë keqje. Prandaj këtë forcë politike që ende nuk e keni matur me vota në sondazhe, në komunikim me terenin, apo ku e mbështesni këtë bindje se përkraja është kaq e madhe për BESA-n sa mund ta rrezikojë seriozisht edhe BDI? Nuk kam lexuar disa shifra të sondazheve, po sa realisht ju besoni ju këtyre shifrave? Vërtet që nëse e flasim si kryetari i lëvizjes BESA, ndoshta do duket të themi subjektive, por po të shkojmë bashkarisht me ju apo me çdo kënd tjetër, të lëvizim gjithandej ku është e shtrirë lëvizja BESA në një shtrirje kapilare në çdo zonë, në çdo qytet, në çdo lagje, në çdo fshat të Maqedonisë, do të shihni se kjo nuk është vetëm një dëshirë e jona që ta largojmë nga të keqja, por është edhe një realitet se shqiptarët e Maqedonisë po e përqafojnë këtë opsion politik dhe janë të gatshëm që bashkërisht të largojmë
BDI nga pushteti, sepse kjo është e keqja shqiptare. Se kanë zgjedhur për me largu BDI? Pse, çka juve që Besa është një organizatë atipike. Fillimisht jemi lëvizje politike dhe nuk jemi një parti politike, thjesht një parti politike që pretendon pushtetin. Ne si lëvizje politike vim nga rinia intelektuale, nga sektori civil, të cilët edhe më herët kemi qenë pjesë e jetës publike, shoqërore në Maqedoni, dhe më herët ne kemi kontribuar dhe nuk jemi shkputje e një subjekti politik, nuk jemi ndarje as nga BDI, as nga PDSH dhe as nga një subjekt tjetër, që është për herë të parë shqiptarët e Maqedonisë me potencialin e vet, me kapacitetet e vet themelojnë një subjekt politik i cili është autokton, autentik dhe autonom. Dhe kjo e bën që shqiptarët e Maqedonisë të përkrahin lëvizjen Besa dhe ta shohin si shpëtimin e vetëm të çështjes shqiptare. Tu të ndalemi këto trioja ti përmendet, po sa i përket se jemi fare në fund, dua dhe një pyetje të fundit, pata dhe reagimet një deputetit të VMRO DPMNE-s për deklarimet e Albin Kurtit në Maqedoni, po ashtu pat edhe kontrareagime sa i përket bashkimit kombëtar. Cila është qasja e lëvizjes Besa? Shqiptarët e Maqedonisë janë në një gjendje të mjerueshme dhe kur politikanët e ke shpërdorin ndjenjën e pa diskutueshme të shqiptarëve të Maqedonisë se janë që të jetojnë me vëllezërit e tyre në Shqipëri dhe Kosovë në një shtet të përbashkët, vërtet që është një mëkat i madh. Të biesh situatën që shqiptarët e Maqedonisë mo kenë rrugë, mo kenë ujë, mo kenë kanalizime, që shqiptarët e Maqedonisë mo kenë ujë të pishëm, mo kenë ajër të pastër, që fëmijët tanë të helmohen dhe të vdesin çdo ditë nga kanceri dhe të flasish për bashkim kombëtar, vërtet që është një hipokrizi mbi hipokrizin. Prandaj ne si lëvizje politike vlerësojmë se çështja e bashkimit kombëtar është çështje fillimisht e shtetit shqiptar, pastaj e Kosovës dhe së fundmi kanë të drejtë për këtë çështje të flasin politikanët e shqiptarëve të Maqedonisë. Detyrë parsorë e çdo politikani shqiptar në Maqedoni është që shqiptarët e Maqedonisë ti shqiptarëve të Maqedonisë t'ju rikthej dinjitetin, shqiptarët e Maqedonisë t'i bëjnë të barabartë me popullin maqedonas, t'ju rikthej zërin, t'ju rikthej pozitën që të vendosin për fatin e tyre, që pastaj, kur do të kenë atë mundësi që shqiptarët e Maqedonisë të jenë popull shtet formues, kur do që të ndodhë ajo me aktivitetin, me punën, me angazhimin e lëvizjes Besa, ato elita politike të cilët do t'jenë në atë kohë, le të vendosin se si është më mirë të jetojnë me Maqedonia si të një shtet, apo bashkarisht me Kosovën dhe Shqipërinë të shohin në një të ardhme të përbashkët. Pra ju jeni që nuk jeni në kundër bashkimit, po doni që ajo të ndodhë nëse vjen ndonjëherë koha të ndodhë kur shqiptarët e Maqedonisë janë në pozicione më të forta për të vendosur, sa e kuptova. Ne vlerësojmë se shqiptarët e Maqedonisë duhet të vinë në pozitën e kombit, të jenë të barabartë, të kenë të drejtë të vendosin për të ardhmen e tyre si komb, si popull, që pastaj ata të vendosin sa janë të gatshëm të jetojnë, të bashkëjetojnë me maqedonasit, apo të shohin një alternativë tjetër. Në këtë fazë, ku shqiptarët e Maqedonisë diskriminohen edhe si komb, edhe si individ, në çdo aspekt, çdo ditë, çdo moment, të flasish për bashkim kombëtar, vlerësojmë se është hipokrizi. Faleminderit shumë për përgjigjet e juaja, zoti Kasami. Shpresoj të kemi raste të tjera të bashkëbisedojmë lidhur me situatën e Maqedonisë, zgjedhjet dhe gjithsesi ju urojmë edhe suksese. Shpresojmë që do të kënaqen pritshmëritë e juaja në këto zgjedhje. Faleminderit, është një kënaqësi e veçantë dhe ju përgëzoj, ju faleminderoj që në edhat një mundësi që në të shumtën e rasteve të vim këtu në Prishtinë dhe të shpalosim platformën tonë, edhe për kundër fakti se ka spekulime se jemi pronar të shumë mediumeve, jemi subjekti që më së paku na jepet hapësirë publike në për mediumet e Maqedonisë. Prandaj, edhe njëherë ju faleminderoj edhe juve, edhe të gjithë mediumet në Kosovë, edhe në Shqipëri, të cilët neve si një subjekt i ri politik, si një opcion i ri politik, si një ofertë e re politike e shqiptarëve të Maqedonisë, na japin mundësi që t'ju drejtohemi shqiptarëve anë mban kudo qoftë. Ju faleminderit. Jeni të mirëseardhur ju dhe të gjithë politikanët e Maqedonisë që dëshirojnë ndryshime, po edhe ata ndoshta që janë në pushtet, po s'di sa do t'i pranojnë ftesat, sepse kohët e fundit është bërë pak problem të marrësh prononcime apo dhe t'i ftosh në studio përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim. Kërkojnë vetëm situata të pastra, ku do të jenë vetë në studio monologje, jo dialogje, bashkëbisedime me partitë e tjera opozitare, po gjithsesi duket se kjo vjesht dhe fillim dimër në Maqedoni nuk do të jetë aq e ftohtë, do të jetë një garë nxehtë
mes partive politike edhe maqedonase edhe shqiptare, veçanërisht atyre shqiptarëve, për shkak se tashmë situata ka marrë një kohë tjetër. Ne jemi këtu për t'ju informuar në vazhdimsi lidhur me këto zhvillime sa herë që do të jetë në interes të publikut. Ju faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të qëndroni edhe tutje me ne.